Big Brother Kosova, kur fjalët bëhen armë, labinoti, limini dhe debati i papritur në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet shpesh lindin jo vetëm nga lojrat dhe nominimet, por edhe nga emocionet, marrëdhëniet dhe mënyra se si ndihen banorët për njëri tjetrin. Një nga momentet më të fuqishme të këtij sezoni ishte kur Labinoti kërkoi debat me Limitin, duke e ekspozuar konfliktin emocional dhe strategjik që po zhvillohej përreth Dolces. Ky nuk ishte thjesht një moment debati. Ishte një përvojë për kontrollin e narrativës, për të vendosur kufi dhe për të treguar autoritetin brenda shtëpisë. Labinoti, kërkesa për debatin. Labinoti, me qetësinë e tij karakteristike, i u drejtua Limitit me një kërkesë të drejtë për drejtë: "Unë dua debat me ty." Kjo nuk ishte thjesht një fjali, ajo përfaqëson nevojën për të zgjidhur konfliktin hapur. Në Big Brother, debati është më shumë se fjalë, është një luftë psikologjike dhe emocionale, ku secili përpiqet të vendosë kufit personal, të drejtat morale dhe perceptimin e publikut. Kur Labinoti kërkon të flasë, ai po kërkon drejtësi dhe transparencë, duke mos lejuar që situata të mbetet e paqartë. Limit, shmangia dhe strategjia. Limit, nga ana tjetër, nuk pranoi të futet menjëherë në debat. Ai shkon pas Dolces dhe përpiqet të fshehë veprimet ose ndjenjat e tij. Një lëvizje që tregon dy gjëra: shmangia e konfrontimit direkt, përpjekja për të ruajtur kontrollin mbi narrativën e tij. Kjo lëvizje tregon se Limit përdor strategjinë e tërheqjes dhe manipulimit të hapësirës sociale, duke u përpjekur të ruajë pozicionin e tij emocional dhe social brenda shtëpisë. Konflikti verbal. "Eksi jem ta mbyll gojen, lere ma una." Kur Limini thot, "Ti eksi jem ta mbyll gojen, lere ma una", ai nuk po flet vetëm për mbrojtjen personale. Ai po përpiqet të vendosë kufi, tregon dominancë verbale dhe përpiqet të shmangë debat të hapur që mund ta ekspozojë emocionalisht. Kjo fjali është shembulli klasik i mbrojtjes pasive-agresive. Nuk ka konflikt të hapur, por është qartë se ai nuk dëshiron të debatojë dhe preferon të imponojë heshtjen. Analizë psikologjike, presioni, dominimi dhe frika. Ky moment ka shumë shtresa psikologjike. Labinoti po kërkon drejtësi, qartësi dhe një debat që zbulon të vërtetën. Limit po përdor heshtjen dhe shmangjen si mbrojtje psikologjike, mënyrë për të ruajtur reputacionin dhe pozicionin brenda grupit, mënyrë për të kontrolluar perceptimin e publikut dhe të banorëve të tjerë. Në Big Brother, ky lloj konfrontimi tregon se pushteti dhe kontrolli nuk matet vetëm me lojë, por edhe me fjalë dhe heshtje. Dolce, faktori jashtëzakonshëm në tension. Dolce nuk është thjesht një banore pasive në këtë situatë. Ajo është faktor influencues. Prezenca e saj e bën Limitin të ndiejë nevojën për të fshehur veprimet. Mënyra se si ajo ndërvepron me banorët e tjerë shton tensionin. Labinoti përdor këtë situatë për të shprehur pakënaqësinë dhe për të kërkuar qartësi. Kështu, çdo lëvizje brenda shtëpisë ka efekt domino, ku një reagim i vogël mund të rrisë dramatikisht tensionin. Banorët e tjerë, spektatorë të presionit. Të gjithë banorët e tjerë u bën dëshmitar të këtij konflikti. Reagimet e tyre variuan, disa e mbështetën Labinotin për guximin dhe kërkesën për debat të hapur. Disa e pan Limitin si të mençur për shmangjen e konfrontimit, por njëkohësisht manipulues. Të tjerë u tërhoqën për të mos u përfshirë në konflikt. Ky moment është shembulli klasik i dinamikës sociale brenda shtëpisë, ku secili interpreton, gjykon dhe vendos strategji sipas perceptimeve personale. Publiku jashtë, emocion dhe interpretim. Jashtë shtëpisë, publiku vlerësoi situatën si një moment transparence emocional, një test të karaktereve të banorëve, një shembull se si fjalët dhe veprimet ndikojnë në perceptimin publik. Shikuesit kuptojnë se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjike, por edhe studim i marrëdhënieve njerëzore dhe indikimit të emocioneve të papërpunuara. Strategjia dhe pasojat. Pas këtij momenti, Labinoti fiton një pozicion moral brenda shtëpisë. Limit përpiqet të mbajë kontroll mbi narrativën dhe imazhin e tij. Dolce shfaq aftësinë për të influencuar tensionin vetëm me prezencën dhe interaksionet e saj. Ky është një shembull se çdo konfrontim, edhe i shkurtër, mund të ndryshojë balancën e pushtetit dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Përfundim. Debati i kërkuar nga Labinoti dhe shmangia e Limitit tregojnë një nga ligjet e pavlefshme, por të forta të Big Brother Kosova. Ajo që kërkohet shpesh nuk jepet menjëherë. Fjalët dhe heshtja kanë peshë të barabartë me veprimet. Çdo situatë mund të shndërrohet në moment psikologjik ku dominon kontrolli dhe perceptimi. Ky moment tregoi se lojtarët nuk përballen vetëm me lojën, por edhe me vetveten dhe mënyrën si të tjerët i shohin. Dhe ndonjëherë, ajo që duket e thjeshtë, kërkesa për debat, mund të bëhet çelësi i të kuptuarit të pushtetit, frikës dhe respektit brenda shtëpisë.